që po më dëgjon, e nuk i fal 5 vakte, tash për hir të Allahut pendohu. Që tash. Thuaj tash po vendosi për hir të Allahut xhallahu ala mi fal 5 vakte. Dhe kur ndosh zoti s'ka më lën. Që tash vendos. Mos e ngo shejtanin, po prit e nuk e di, s'ka çka prit. Tash fillo. Tash fillo, mos lejo asnjë hamendje, asnjë vezvese me mbjell shejtanin zemrën tonë. Kurrë mos le. Hiç. Ki gjunohe, ani namaz me namaz largun ato. Ki të këshia, namaz inshallah ato i evitan i shkatron. Ki probleme, Allahut nimon me namaz me te kalu. Ki borçe, sprish pun, me namaz ato inshallah bidh në lashëron. Ki çka ki me namaz. Nuk ka pa namaz. Mos e le namazin, mos e le. Prej sonte, për hir të Allahut mos e le namazin. Çdo kush që po na ndëgjon, çdo kush që po na ndëgjon. Unë të gjithë po i drejtohem, të gjithë pa përjashtim. Po i drejtohem, mos e le namazin. Mos e le qoftë mashkull apo qoftë femër. Çka do qofsh? Nëse je musliman, nëse je muslimane, për hir të Allahut të madh mos e le namazin. Për hir të Allahut, për hir të besimit në Zotin, pendohu që tash, mos e le namazin më kurrë.